motra me të cilën kemi rrugtu shumë bashkë, hiking, para një viti, tash u bo një vit që është ndarë nga jeta, më e re se unë, dhe ka 10 vite që çdo hap e kemi bo bashkë, çdo maje e kemi ngjitë bashkë, edhe për mu ka qenë një... Motra është copa më rëndësishme e zemrës, pjesa më rëndësishme e zemrës. Ka qenë ndoshta tragedia më e madhe që e kom përjetu gjatë jetës, përveç babës, i cili me gjithat e ka pas një mosh, motra, që e përdorim në një shprehje më ka rëdzu. E kom pas shumë të vështirë me u rikthyer në jetë, normalitet, po përkundër familjes, vajzave sidomos, shoqërisë, një rreth ngushtë shoqërisë që më kanë gjetë shumë afër, shumë përkraje, morale, në çdo aspekt, pa e gjetë forcën vetë është vështirë me vazhdu jetën. Po, të më thonë, kryesorja është që ti duhesh vetë me u pajtu që urojt mos humbë kërkush njeri të zemrës, po duhet vetë ta gjesh forcën, mendimin e familjes, miqve, edhe me vazhdu përpara, po plagët nuk shërohen asnjëherë. Flamur, si e gjen njeriu forcën për shembull? Unë mu po vjen mirë shumë se sepse edhe ushtrimet fizike bëjnë vetën, është një farë rikthimi, po. Një rikthimi. Mu po vjen mirë për shkak që energjia është shumë e mirë, pa marrë parasysh çka kena pas të kalume. Edhe sfida, kjo është që shumë rrallë persona e din me interpretu kështu bukur, mirë. Unë thomë kanë edhe sfidat është mirë mi kallëzu pak ma bot ose ma fresk. Ma bukur, në qëtë mënyrë. Në ashtu, edhe na kena kaluna për shumë periudë, unë i kom 7 antarë top familje për 2 vjetë, prej mamit, vllavit edhe shumë antarë, moshë shumë 3. Do me thonë, i kena cekë në studio tjera, po... Kalën gjurmë... Shumë, jëmë konë edhe një moshë shumë e re, edhe është problemi që gjithmonë nuk konë kjo energjia që mos të kthejna shumë të kalumen se ardhme të regova është një motiv. Të bën keq nëse kthesh në të kaluarë nëse mendon? Jo, nuk më bën keq, po... që edhe mundet me të shtyp ma shumë për para. Ati qysh, unë gjithmonë një mrujt në atë aspektin kër jem komi shoshni ose me një rreth ku konë shumë energjia mirë, nuk më dash, më konë dikus që me prishat energji ose mu dohë si viktim ose si idhim shumë se e kom pas një farë sfide të kalumen që tash s'po vinë sumari me veti, qofë shkollë të mesme ose kër i kena krydhe shkollën. Kështu që janë shumë njerës të rrallë që kanë shumë energji edhe di me përballu shumë mirë. Unë menoj që sfidat ose vdekjet ose ndodhi që na ndodhin jashtë padashjen tonë, nuk është që na e zgjedhme atë rrugë ose që e kena pa tjetër me kalu. Aja na vjen prej mosdashjes tonë, po që na do të me përballu. Kështu që unë menoj që... Por edhe tjetra, nëse ke ndonjë